A do të dashuroje një njeri që s'ka famë, s'ka kushte? Lej Kraja u përgjigjet ndjekësve, nuk ja lejoj vetes. Moderatorja e njohur Lej Kraja ka bërë së fundmi një bashk bisedim virtual me 230.000 ndjekësit e saj në Instagram. Më dërgoni mesazhe anonime, ishte kutia që Leja la për ndjekësit e saj në Insta Story. Fansat nuk i kanë kursyer pyetjet për moderatoren, parsi kanë qenë kurioze si për jetën e saj personale, ashtu edhe për atë profesionale. Dikush i ka bërë një pyetje në lidhje me personin që Lej mund të dashurohet. A do t'ishe dashuruar me një njeri të thjesht që s'ka famë, s'ka ekonomi të lartë, s'ka kushte, thjesht një njeri me një rrogë si shumica? Ishte pyetja që ju drejtua moderatores. Kjo e fundit nuk nguroi t'i përgjigjej dhe e lidhi me kërkesat që ajo fillimisht ka nga vetja e saj. Do t'a jap kështu përgjigjen: unë për veten time kam kërkesa, nuk ja lejoj vetes time që të kem vetëm një rrogë. Duhet të bëj shumë gjëra nga ana e punës në mënyrë që të kënaqem ashtu si duhet. Punoj online në Instagram, në projekte. U shpreh ajo.